Në orën 6:10 Artan Grubi është paraqitur në vendkalimin kufitar Blac, pas çka është ndaluar nga policia. Në rrjetet sociale është publikuar videogjirimi i ndalimit të tij nga policia. Nga ora 9:20 ish-zëvendës kryeministri Grubi është në paraburgim në burgun e Shutkës. Nga ky burg kanë potencuar se si pjesë e procedurës të rregullt, Grubi është pyetur nëse ndjehet i sigurt dhe sipas përgjigjes, drejtori ka marrë vendim që ta akomodoj me një person tjetër. Nga gjykata penale Shkup kanë potencuar se për momentin nuk ka ndryshime në procedurën kundër Grubit, për shkak se kjo gjykatë tashmë ka përcaktuar masën e paraburgimit 30 ditor që nisi të zbatohet pas ndalimit të tij. Grubi dyshohet për abuzim të detyrës zyrtare në rastin e njohur si lotaria shtetërore. Në këtë rast përfshihet edhe Përparim Bajrami, i cili po ashtu përmendet në akt akuzë si i dyshuar. Prokurorët dyshojnë se ata kanë përvetësuar rreth 8 milion euro përmes prokurorimit të pajisjeve të terminaleve të lotarisë elektronike, VLT. Më 17 dhjetor të vitit të kaluar, Prokuroria Penale pati kërkuar paraburgim prej 30 ditësh për Grubin dhe Bajramin dhe po atë ditë, autoritetet maqedonase patën lëshuar urdhër arrestim ndërkombëtar për të dyja figurat. Artan Grubi pati thënë përmes një postimi në Facebook se nuk po arratiset, mirë po që ishte në një vizitë private në Kosovë dhe që do të kthehej në shtëpi. Ditën pas asaj deklarate, policia ka kërkuar në 2 lokacione, mirë po nuk e ka gjetur atë. Mes tjerash, Grubi është futur në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit më datë 9 dhjetor, për shkak të siç është thënë përfshirjes në korrupsion, për ndërhyrje politike dhe përpjekje për të mashtruar gjyqësorin. Arsyetimi për përfshirje në këtë listë ishte sepse ata kanë marrë rishfet për të ndikuar në procedurat gjyqësore që lidhen me dënimin penal të ish-drejtorit të administratës së sigurisë dhe kundër zbulimit, Sasho Mjalkov, në rastin Target të hapur nga Prokuroria Speciale Publike, i cili kishte të bënte me përgjimet masive.